Përveç kushteve të vështira, tashme banorët e komunitetit rom në Shkodër do të mbeten dhe të pastre. 45 familjeve të këtij komuniteti i është kërkuar të lirojnë banesat e tyre në kuadër të punimeve për projektin e rikualifikimit të hyrjes së Shkodrës. Banorët kërkojnë një shtre, pasi nuk kanë ku të shkojnë. Vjen shteti sot nxiri, ku do ndalim ne për me kalamat, me rrobat, me familje, ku do dalim ne? Ne s'kena mundësi hapër atë të dalim me pa ndalu shinat, pa ashtu, të hapet koha, do ikim. Nuk rrim me zor këtu, ne nuk kësem shtetit të rrim me zor. Dhe nuk s'kena post me shtetin neve, ne jena hadhe gji me topën e bukës. Shtetit në le shteti, sa të hapet koha, edhe të dalim si kënë punën tonë. Të hami dhe i copë bukë, 6-7 ditë nuk kena dalë për punë fare ze jena shkallu këtë. Robat i kena prioshta, kalamat i kena lakuri. Ku të dalim nene, zoti e din vetë. A i ka dojnë afat për me liru këto? Po na vjen zoti i tokë, sot delni se na vin neve, thot. E s'ka fa i shkret, e i sot delni. Po ta shi ku dalim ne përshin e nuk japim fos, do me se mos dalim, dhe na ka shi. Keni ku shkoni jo? Shkena vjen më shoku me dalë, ku vëtë me nuk isha dalë, po të kishim ven, unë kishim hik. Po s'kena ven, sa të gjem ven, të hapët edhe ku ato hikim, ku di qëmë ato roba si kena pak roba ty tashne. E kena fmit të lakuriq, pa buk, pa gjose ka fol bashkia, nuk e di qoni e hikim. Ta shti edhe me zër nuk hecim. E kena kalamajt jashtë, barakin kam prish qunat gjithë. Ne ta shti duham një shpite, në ledhimi kalamajt, ku të shkojmë të rinë paktin. Ta shti është dimër, ku të shkojmë për dimër ne? I kile bo vetëm robat gratin i fjallë, që vetëm për të prish barake, po të shi është problemi se ku dhe shkojnë. Neve që kena këto fmi, ku dhe t'i lem, t'i tresim ke rruga, si mas atyni me fjallë të bashkisë. T'i tresim rrugë fmilë edhe të skena tjetër ndryshe ku me shku. Bashkia duhet menoj për këtë punë, se vetë nga ka thonë kryetari bashkisë, që neve ju, pa ju stëru në vend tjetër, nuk ju heqim do të për aty. Nuk jena objekt, ne jena kamp rom. Kampi nuk iqet mi fjallë ashtu si kërkojnë ato. Ne kërkojnë mi fjallë që bashkia të stërojë vend tjetër, atë e ne dalim për këtu. Se s'kena ku shkojmë ne me gjithë të fëmijë mi fjallë. Tu janë 200 kalamaj. E ku të shkojmë neve? A dalim shkojmë ke bashkia, tjetë t'ja blogem bashkin. Se vetëm kjo ka njëllë. Nuk ka gjë tjetër. Kam kontaktu i me kryetarin e bashkisë, edhe më ka thonë që ose t'ni nuk ju qëtë një i juve pa ose ju në vend tjetër. Ta që i vika kjo urdi tjetër, dini këtu edhe mos më ardha si nga bashkia. Urdhëri për lirimin e sipërfaqes së tokës, ku banon ky komunitet ka ardhur prej ditësh, por banorët ndjen të braktisur.